Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Besimi islam synon që ta edukoj dhe ta disiplinoj besimtarin, që ky i fundit të ndërtoj marrëdhënie të shëndetshme me pjesën tjetër të shoqërisë, me individët e tjerë, të cilët nuk i përngjajnë atij, sepse i Madhi Zoti ka krijuar njerëzit me natyra nga më të ndryshmet. Dhe ndoshta pritshmëritë e këtij individi, këtij besimtari mund të zhgënjehet. Dhe për këtë pasojë mund të dalin për ti sjellje të cilat nuk janë adekuate dhe nuk janë të përshtatshme dhe nuk janë përfaqësuese për besimin e tij. Në këtë mënyrë, Allahu subhanahu wa taala synon që të gjithë adhurimet të jenë disiplinuese dhe edukuese për besimtarin. Një prej këtyre është agjërimi i Ramazanit. Dëgjoni se ç'thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: agjërimi është mburojë. Dhe ndërkohë që besimtari është duke agjëruar, të mos shfaq sjellje të cilat tregojnë ignorancë dhe të mos irritohet. Dhe nëse dikush e ofendon, ai le të thotë: unë jam agjërueshëm, unë jam agjërueshëm.